Prishtinën e re, domethënë me në vend kemi fillu më u përgatit për këtë ndeshje. Një ndeshje në nivelet të Conference Ligës dhe për garancia ndoshta që më na paston fillim dikush që kishmi pri që mundesh me arë në situatë ku kualifikimin mundet më tarë direkt me një ekip kundër një ekipi shqiptar, ndoshta s'kishme besu kërkush, por që menoj që kjo është e mira e futbollit, unë menoj që nuk kishmi mujt me i dhonë një marketing ose një ehon më të madhe futbollit shqiptar, se sa kjo dhurat që na ka ardhë me këtë shart, por gjithsesi do të mundohemi që deri në ditën e ejte të bojmë përgatitje maksimale që kjo ndeshje tjetë një ndeshje festive, por që ditën e ejte apo domethënë shtabi teknik me lojtarët me ata e kanë një punë të rëndom, që kanë bo deri sot, që kanë bo edhe për ndeshje tjera, që do të përgatiten për një sfidë për cilën besojmë shumë që do ta fitojmë dhe do kalojmë tutje. Pas një diskutim që nuk mujmë me mohu faktin që emocionet edhe ajo ambienti festiv edhe ajo egzaltimi që është bo mrena për mrena grupit të tifazëve dhe qytetit tonë nuk mundet me i kësaj pjese, gjatë cilën kam na përcjell edhe uroj që në fund të festojmë dhe të shijojmë maksimalisht. Fushës kena mjalon çështjen e rezultatit, por gjithsesi menoj që para së gjithash duhet fuqishëm me shfrytzu edhe si një lloj mesazhi edhe si një lloj marketingu për futbollin shqiptar që është ngritja jashtëzakonisht shumë. A ka interesim për të qenë pranishëm stadium nga tifozët? Sa bileta janë shiti tash, a kemi shifra? Liresh mujë me thonë që nuk diskutohet interesimi me ndeshjet e fazës grupeve të cilat i kemi luajtur prej ndeshjes parë. Është një interesim i jashtëzakonshëm. Uroj dhe shpresoj shumë që motit na mbaj, mos jetë një mot me shi, por që jam i bindur që edhe nëse ka shi, ato që e dëshmuam lojën e fundit kur luajti Kosova, pavarësisht që për garancia e rezultatit ndoshta nuk ishte shumë, ose nuk ishte në plan pa rezultati, shikues kanë dhe për krahun Kosovën, andaj mendoj që ndeshja e së ejtës ka me qenë e mbushur stadiumi për ta shiju festat e nëntorit edhe menoj që ka më konë prezent. Ndoshta 50% aty në njerëzve nuk kam ju interesu shumë rezultati, por me gjitha ato kanë me pas dëshirë që më konë pjesë kësaj feste. Do ketë edhe nga të tova ballistët? Po, pa diskutim. Është ketë pjesa rezervume për ta, pjesa veriore? Po, pjesa veriore më duket brapa portave është rezervume për ballistët. Nuk kemi dashur që të cenzurojmë numër, sepse është ndoshta nuk ishte me qenë korrekte. Ne jemi të mundu me bo një pritje jo vetëm për ballistët, por për gjithë shqiptarët ku kanë dëshirë për me përcjell këtë ndeshje, se unë menoj që kjo ndeshje kam i përfshi edhe vendet e Shqipërisë, edhe të Malit Zi,